Nëse po ndihesh I humbur, kjo fjalë është për ty. Nuk je këtu rastësisht. Ka momente në jetë kur ndihesh I humbur, edhe pse je I rrethuar nga njerëz. Zgjohesh çdo ditë, kryen të njëjtat veprime, por brenda teje ka një boshllëk që nuk di ta shpjegosh. Nuk është mungesë parash, as mungesë shoqërie, është mungesë drejtimi. Zemra jote kërkon diçka më shumë, por mendja nuk di ku ta gjej. Në këto qaste, shumë njerëz dorëzohen, duke menduar se kështu është jeta, por e vërteta është ndryshe. Nëse po e ndjen këtë ndjesi tani, nuk është rastësi. Ka një arsye pse kjo fjalë po të gjen sot. Ndoshta ke humbur shpresën, ndoshta besimin, ndoshta veten. Por fakti që po dëgjon, do të thotë se ende ka një dritë që nuk është shuar brenda teje, dhe kjo dritë po thërret për t'u zgjuar. Të ndihesh I humbur nuk do të thotë se je I dobët. Përkundrazi, shpesh është shenja që shpirti yt është lodhur, duke jetuar një jetë që nuk I përket. Ke ndjekur pritshmëri, zëra të tjerë, rrugë që nuk I zgjodhe me zemër. Dhe tani, brenda teje, diçka po rebelohet në heshtje. Ky rebelim nuk është negativ, është thirrje. Është shpirti yt që kërkon të kthehet te e vërteta. Shumë njerëz nuk e dëgjojnë kurrë këtë zë, sepse e mbysin me zhurmën e botës. Por ti po e dëgjon, edhe nëse nuk e kupton ende. Humbja shpesh vjen para gjetjes, errësira vjen para agimit. Dhe kjo fazë, sado e dhimbshme, nuk është fundi yt, është fillimi I një zgjuarje. Ndoshta po pyes veten, pse unë? Pse po kaloj këtë? Pyetje që nuk kanë përgjigje të menjëhershme. Por ka një të vërtetë që duhet ta dëgjosh. Zoti shpesh flet më fort kur gjithçka tjetër hesht. Kur planet bien, kur rrugët mbyllen, kur njerëzit largohen, aty fillon dialogu I vërtet mes shpirtit dhe krijuesit. Humbja nuk është ndëshkim, është zhveshje. Zoti po heq atë që nuk të shërben më, edhe nëse ti ende je I lidhur pasaj. Dhe kjo dhemb. Por çdo prerje është për shërim. Çdo ndarje është për rilindje. Nëse sot ndihesh bosh, mos e mbush me njëherë me gjëra të përkohshme. Dëgjo heshtjen, sepse aty fshihet udhëzimi. Ka njerëz që humbjen e kthejnë në arratisje, zakone, varësi, shpërqendrime. Por ti ke zgjedhur të ndalosh dhe të dëgjosh. Dhe kjo kërkon guxim. Zoti nuk po të kërkon për sosmëri, po të kërkon sinqeritet. Thuaj atij se je I lodhur, se nuk di çfarë të bësh, se ke frikë. Lutja nuk është fjalë të bukura, është e vërteta e zemrës. Dhe kur e vërteta del, shërimi fillon. Ti nuk je harruar, nuk je lënë pas dore, po përgatitesh për diçka më të thellë se sa ke njohur deri tani. Kur ndalon së luftuari vetëm dhe pranon se ke nevojë për udhëzim, diçka ndryshon brenda teje. Nuk është menjëherë paqe, por është qartësi. Fillon të kuptosh se nuk ke qenë I humbur pa arsye. Çdo zhgënjim, çdo derë e mbyllur, çdo lutje pa përgjigje të menjëhershme, po të çonte këtu. Zoti nuk vepron me nxitim, por me saktësi. Ajo që ty të duket vonesë, për të është përgatitje. Në këtë fazë, mëso të mos kërkosh shenja të mëdha, po ndryshime të vogla, një mendim më I qetë, një natë me më pak ankth, një ndjenjë se nuk je më vetëm. Këto janë provat se po ecën në drejtimin e duhur, edhe nëse ende nuk e sheh destinacionin. Shpesh mendojmë se Zoti do të na flasë me zë të lartë, por zakonisht ai flet nëpërmjet paqes. Kur një vendim sjell qetësi, edhe pse është I vështirë, ai vjen nga e vërteta. Kur diçka duket e lehtë por të zbraz, ajo nuk është për ty. Nëse ndihesh I humbur, ndoshta ke ndjekur gjëra që dukeshin të drejta, por nuk ushqenin shpirtin tënd. Tani është koha të dëgjosh ndryshe. Jo frikën, jo presionin, por qetësinë e brendshme. Zoti po të mëson të ecësh jo me sy, por me besim. Dhe besimi nuk është të dish çdo hap, është të bësh hapin tjetër pa e ditur gjithë rrugën. Do të ketë ditë kur do të ndihesh sërish I humbur. Mos u tremb. Shërimi nuk është vije drejt. Ka kthesa, ndalesa, rikthime. Por tani ka një ndryshim. Nuk je më vetëm. Edhe kur nuk e ndjen, Zoti po ecën me ty. Heshtja e tij nuk është mungesë, është besim se ti po rritesh. Çdo sfidë që po përballon tani është më e vogël se ajo që ke kaluar më parë. Dhe kjo tregon se po forcohesh. Mos e nëmërso problesin tënd, vetëm sepse nuk është I përsosur.
edhe fara rritet nën tokë, përpara se të shihet. Një nga arsyet pse ndihesh i humbur është sepse po lë pas një version të vjetër të vetes, dhe lamtumirat gjithmonë dhembin. Por nuk mund të mbash atë që ishe dhe të bëhesh ajo që je thirrur të jesh. Zoti po të formon, jo po të shkatron. Çdo lot që ke derdhur ka pasur kuptim, asgjë nuk është humbur. Edhe dhimbja jote ka shërbyer si mësuese. Dhe tani, ngadalë, po fillon të kuptosh pse duhej të kalonte kështu. Mos u krehaso me të tjerët. Rrugët e tyre nuk janë matës për tënden. Ajo që për ta erdhi shpejt, për ty po ndërtohet fort. Zoti nuk vonon, ai rrënjos, dhe rrënjët e thella mbajnë pemë të forta. Nëse sot po ndërtohesh në heshtje, do të lulëzosh pa frikë nesër. Besoj i procesit, edhe kur nuk e kupton, sepse kuptimi shpesh vjen pas bindjes, jo para saj. Nëse ke arritur deri këtu, le ta dish këtë. Nuk je i humbur, je në tranzicion. Dhe tranzicioni është vendi ku lind versioni më i vërtet i vetes. Mos u kthe pas, vetëm sepse e njohura duket më e sigurt. E reja po të therret. Dhe Zoti është tashmë atje, duke të pritur. Ec, edhe me hapa të vegjël. Janë të mjaftueshëm. Kur ndihesh i pasigurt për të ardhmen, kujto se Zoti sheh atë që ti nuk e sheh. Ai nuk është i kufizuar nga koha si ne. Ajo që sot duket e paqartë, për të është tashmë e qartë. Frika vjen kur përpiqemi të kontrollojmë gjithçka. Paqja vjen kur dorëzohemi. Dorëzimi nuk është dorëheqje, është besim aktiv. Është të thuash, nuk e kuptoj, por besoj. Dhe ky besim hap dyer që logjika nuk mund t'i hap kurrë. Zoti shpesh përdor pritjen për të na pastruar motivet. Nëse përgjigja do të vinte menjëherë, ndoshta do ta përdornim gabim. Pritja na mëson durim, përulësi dhe besnikëri. Në këtë fazë, mëso të falenderosh edhe pa rezultate të dukshme. Falenderimi në errësirë është një akt besimi të thellë, dhe besimi i thellë gjithmonë shpërblehet, edhe nëse jo në mënyrën që ne presim. Ndoshta ke bërë gabime që ende të ndjekin. Mos lejo që e kaluara të përkufizoj. Zoti nuk sheh dështimin tënd, ai sheh potencialin tënd. Ai nuk punon me versionin që ishe, por me atë që mund të bëhesh. Pendimi i sinqert nuk sjell turp, por liri. Dhe kur liria hyn, shpirti fillon të marrë frymë sërish. Do të vinë njerëz që nuk do ta kuptojnë ndryshimin tënd. Disa do të largohen. Mos u kap pas tyre. Jo çdo largim është humbje. Disa janë mbrojtje. Zoti po pastron rrethin tënd për të bërë vend për ata që do të ecin me ty në versionin tënd të ri. Mëso të bekosh largimet, sepse ato po të çojnë më afër thirrjes sate. Në këtë pikë të udhëtimit, fillon të ndjesh një forcë të re brenda vetes. Jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse nuk je më i njëjti. Besimi yt nuk varet më nga rrethanat. Ai është rrënjosur. Dhe ajo që është rrënjosur nuk rrëzohet lehtë. Ti nuk po mbijeton më, po ndërtohesh. Zoti nuk po të përgatit vetëm për paqe, por edhe për përgjigjësi. Ajo që po fiton tani do të ndihmoj të tjerët më vonë. Dhimbja jote do të bëhet dëshmi. Plagët do të kthehen në burim shërimi për të tjerët. Asgjë nuk ka qenë e kot. Asnjë lot nuk ka rënë pa u numëruar. Kur të vi momenti i dyshimit, ktheu te ajo që Zoti ka bërë tashmë për ty. Kujtesa është armë kundër frikës. Mos haro sa larg ke ardhur. Mos haro netët që mendove se nuk do t'ja dilje. Dhe ja ku je. Kjo është prova se Zoti nuk të ka lënë dhe nuk do të lërë. Tani është koha të ecësh me besim të qetë, pa nxitim, pa frikë, pa nevojën për të provuar veten. Ajo që është për ty do të gjejë. Ajo që nuk është, sa do ta ndjekësh, nuk do të qëndroj. Besoj Zotit më shumë se sa frikës tënde. Nëse sot ndihesh ende pak i humbur, mos u dëshpëro. Edhe yjet duken të çrregullt derisa i shikon nga lart. Zoti po punon në një pamje më të madhe se ajo që ti sheh tani. Dhe çdo pjesë po vendoset në vendin e duhur. Nëse kjo fjalë foli me ty, mos e mbaj vetëm për vete. Ka dikë tjetër që po ndihet i humbur ashtu si ti. Ndaje këtë mesazh. Dhe nëse dëshiron më shumë fjalë që ushqejnë shpirtin, qëndro këtu. Nuk je vetëm.
nuk e qenë kur.